Falenderojmë Allahun që e bëri ummetin dëshmitar kundër njerëzve, ashtu siç na tregoi historinë e popujve të mëparshëm. Përshëndetjet, bekimet dhe mëshira e Allahu xhalleshanuhu qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na solli librin dhe dëshminë e qartë dhe i cili do të jetë dëshmitar kundër nesh. Paqja qoftë mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë në rrugën e Allahut deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është mëkati nuk mund të justifikohet. Ebu Huraira radiallahu anhu transmeton se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: i pari që do të thirret dhe do të dalë në ditën e Kiametit do të jetë Nuhu alayhi salam dhe populli i tij. Dhe atij do t'i thuhet: a e përcolle tek populli yt atë me të cilën u dërgove? Ai do të thotë: po, o Zoti im. Pastaj populli i tij do të pyetet: a u përcolli Nuhu shpalljen e Allahut? Ata do të thonë: jo, për Allahun. Sikur të na i kishe dërguar një të dërguar, ne do t'i pasonim argumentet e tua dhe do të ishim besimtar. Asgjë nga ajo që ishte i urdhëruar të na përcillte nuk na e ka sjell. Pastaj do t'i thuhet Nuhut alayhi salam: ata pretendojnë se nuk të ka sjell asgjë. A ke dikë që të dëshmojë në favorin tënd dhe kundër tyre? Ai do të thotë: po. E kush është ai? Ai do të thotë: është ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të thirret ummeti i Muhamedit alaihi salam dhe do të pyeten, e ata do të thonë: po, ne dëshmojmë se Nuhu e ka përcjell shpalljen tek populli i tij. Atëherë populli i Nuhut do të thotë: si mund të dëshmoni ju kundër nesh, kur ne ishim populli i parë, ndërsa ju jeni populli i fundit që keni pasur shpallje? Ata do të thonë: ne dëshmojmë sepse Allahu na ka dërguar Muhammedin alayhi salam dhe na ka zbritur librin, e në atë libër është lajmi dhe rrëfimi për juve. Ebu Huraira ka thënë: ne jemi ummeti i fundit në tokë, por do të jemi të parët në ditën e Kiametit. Për këtë flasin fjalët e Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, ku thotë: kështu ju kemi bërë një bashkësi të drejtë që të jeni dëshmitar kundër njerëzve e i dërguari të jetë dëshmitar kundër jush. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu çdo populli ka dërguar të dërguar. Askën nuk e kanë dëshkuar pa e paralajmëruar më parë. Paralajmërues, si thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë 124.000. Askush në ditën e gjykimit nuk do të mund të thotë se paralajmërimi, shpallja, fjala e Allahut dhe thirrja e tij nuk i ka arritur. Sa herë që ndonjë grup hidhet në zjarr, rojat e xhehenemit pjesin: a nuk ju erdhi askush që t'ju paralajmëroj? Ata do të thonë: po, na erdhi një paralajmërues, por ne e mohuam dhe thamë: Allahu nuk ka zbritur asgjë, ju jeni në humbje të madhe. Dhe do të thonë: sikur të kishim dëgjuar dhe të kishim menduar, nuk do të ishim ndër banorët e zjarrit. Nuhu alayhi salam, pa ndërprerje, pa u kursyer, 950 vjet e thërriste popullin e vet. I ftonte në anijen e shpëtimit dhe nuk ka shpëtim jashtë anijes, që çdo populli janë ndërton i dërguari i tij. Ata i mbyllnin veshët që të mos dëgjonin, i mbolonin kokat që të mos e shihnin paralajmëruesin dhe thirrësin në shpëtim. Tani, kur ballafaquan me të në praninë e Zotit në ditën e gjykimit, kërkojnë shpëtim duke mohuar: s'na solli asgjë, s'na paralajmëroi fare. Sikur të kishte bërë, ne do të ishim përgjigjur. Por ka dëshmitar se ka qenë ndryshe. Dëshmitar jemi ne,
ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne e dim të vërtetën sepse Allahu xhalla shanuhu na tregoi historinë e Nuhut dhe të gjithë pejgamberëve. Dhe këtë të vërtetë do ta themi para Zotit kundër atyre që e mohuan të vërtetë. Dhe kundër dëshmitarëve ka një dëshmitar tjetër. Ashtu si popujt e mëparshëm me pejgamberët e tjerë do të qëndrojnë para gjykatësit të drejtë, edhe ne, ummeti i fundit, edhe pse dëshmitar kundër të tjerëve, do të përballemi me dëshmitarin kundër nesh, që i dërguari të jetë dëshmitar kundër jush, thotë Allahu xhalla shanu në Kur'an. Të vetëdijshëm se do të përballemi me gjykatësin e gjithdijshëm dhe me dëshmitarin kundër nesh, pjesin, si do të arsyetohesh para Allahu xhalla shanuhu dhe pejgamberit të tij për mosbesim, kur argumentet e ekzistencës së Allahu xhalla shanuhu janë kudo rreth teje, madje edhe brenda teje. Argumentet janë për gjitha të njëjta, por disa kanë sy e nuk shohin, kanë veshë e nuk dëgjojnë, kanë zemër e nuk kuptojnë. Si do të arsyetosh ignorancën tënde ndaj fesë, kur Allahu xhalla shanuhu e ka bërë shpalljen të lehtë për të kuptuar, duhet vetëm të mendosh. E lehtë është të kuptosh çfarë është halal e haram, dhe e lehtë është të kuptosh se kjo është për të mirën e njeriut. Si do të arsyetohesh që nuk je falur, kur në Kur'anin që e ke në shtëpinë tënde Allahu xhalla shanuhu thotë qartë, namazi u është bërë obligim besimtarëve në kohë të caktuar. Ku është arsyetimi yt që nuk i çon fëmijët në mekteb e nuk i mëson bazat e fesë, kur paralajmërimi të ka ardhur, o ju që besuat, ruajini veten dhe familjet tuaja nga zjarri. Si do të arsyetosh neglizhencën ndaj prindërve, kur në librin që e lexojmë e mësojmë, sidomos në Ramazan, Allahu xhalla shanuhu urdhëron: "Je i butë e i përulur ndaj tyre dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata ashtu siç më kanë rritur mua i vogël." Si do të arsyetosh punën, ditarin, pozitën, diplomën, qoftë si profesor apo mësues, kur e dim se Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu nuk pranon asnjë arsyetim për padrejtsinë. Allahu xhalla shanuhu thotë: "Mos ja merrni njerëzve të drejtat e tyre e as mos u bëni dëm në tokë." Si do të arsyetosh pa përgjegjësinë ndaj komunitetit dhe të mirës së përbashkët, kur Allahu xhalla shanuhu na tregon rrugën e suksesit si popull. Thotë Allahu xhalla shanuhu: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Të gjithë kapuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Litari i Allahut simbolizon vlerat që duhet të na bashkojnë. Ndër të tjera, edhe adheu është një vlerë që bashkon, sepse dashuria për të është pjesë e imanit. Si do të arsyetohen politikanët tanë, të paguar mirë dhe të mbrojtur, para Zotit për plogështin, për qarjet dhe pushtrimet që i përjetojmë për shkak të tyre. Ne u kemi dhënë të drejtën dhe përgjegjësinë të kujdesem për të mirën tonë të përbashkët, duke besuar se do ta bëjnë më të mirën për ne. Por si të dim ne ç'është e mira për vendin, kur ata që janë para nesh nuk janë të sigurt vetë se ku është e mira. Dhe kjo është shumë normale se do ta akuzojnë njëri tjetrin. Ne, populli i thjesht, që jo e udhëheqni ju lusim, flisni me një zë, sepse ka dëshmitar kundër jush në ahiret. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dëshmitar. Si do të arsyetojnë pjesëmarrjen në korrupsion, kur Allahu xhalla shanuhu qartë na ndalon të ham pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të padrejtë. Si të arsyetojnë për hapjen e bigjozit dhe veseve, kur detira bazë çdo muslimani është të luftoj të keqen dhe të urdhëroj të mirën. Nuk ka shpëtim për ata që nuk e bëjnë këtë. Si të arsyetojnë tokën e papunuar, kur e dim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e ringjall një tokë të vdekur, ka shpërblim për të. Kot do të arsyetohet populli i Nuhut, sepse dëshmitarët do të thonë të vërtetën para Zotit të bodhëve. Askush nuk do të mund të arsyetohet për mëkatin e bërë,
sepse në fund Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të dëshmoj se na ka përcjell paralajmërimin dhe thirrjen për shpëtim. O Zoti i lartësuar, bëna të vetëdijshëm për rëndësinë e fjalës tënde që ka prekur veshët tonë dhe ndihmona që ajo të vendoset në zemrat tona, që të jemi larg mëkateve dhe të dallojmë në mirësi. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.